Du me pyet, a ka shpresje me të pata në Angli, masi pas ke pas një përvojë 15 më herët prova, dikur Premier League, Championship, dikur në ta që ka në Premier League. Si më konë Chelsea, më konë 3 herë, më provue. Nashta ku me di se ako mu synin, ama më të kaltu drejt herë e vërtet nashta edhe ku më rejtu një kontratë se edhe lejtart e tyne që ishin ato një fa mënyre. A menën që jaloj gatshëm më shku tutje, hala presin për ide? Jo, unë një vetën mirë, më veçanërisht, nashta që kom post, unë kur nashta për veti, do më konë mi kom post dhe lëndime shumë të rana. A menën që jena në atë nivelin që me bo hapin final që është me kap një botror? Kam shumë besim të na si ekip. Me Erling Haaland s'm ka ra shumë në fush, ai ka ardhur çata masi. Po, fiks, mas jem shku, domethënë unë jem shku në Lazio Award, po kom pas kohën e rehabilitimit e kom pas në Salzburg, edhe pat pyet me bashkëtu me to dhe kena najt një kohë. Përshëndetje, dashur çikus të transferimet. Që shpeshenit sot jena në Fadil Vokri për herë të parë, është privilegj i jashtëzakonshëm për neve, po ma tepër se kjo, afër meje është një futbollist ikon e kombëtarës së Kosovës, të parë studitar i madh në Evropë. Është një lojtar që kur e ka shnu golin e parë me 5 shtator 2016, golin e parë zyrtar të Kosovës kundër Finlandës, unë ka dalë loti i parë. Kam pak emocione, po më shumë se emocione kam kënaqësi. Afër meje është Valon Berisha. Valon faleminderit për punë. Faleminderit edhe për ftesën, kënaqësi. Valon, kam çaq shumë pyetje me të bëu, saqë problem kam janis, po du me të pyet herë çush je? Mirë. Çush po ndihesh, çush e ke rehabilitimin, çush ka shkon gjithçka? Mirë, çdo sen po shkon në mënyrë hap mas hapi, hala kam kohë pak më regjenerua, ama në bashkëpunim me skifter Ymirin Mitrovic, edhe ai është edhe me kombëtarën, po punojnë shumë mirë. Ama që më thonë synimi është mu bo 100% kur ja nisëm sezonin e ardhshëm, kështu që kam kohë, ama senet po shkojnë mirë. Je i gatshëm alat, kena pa ndër vite, je kon lojtar sipas meje gjithçysh që ki pas angazhim mas shumë ti. Rrjedhëmisht kur ki angazhim, ki edhe lëndime. Tash mosha është pak më e shtyrë themi. Normal. A mendon që jaloj gatshëm më shku tutje, hala presin për ide? Jo, unë një vetën mirë, më veçanërisht, nashta që kom post, unë kur nashta për veti, do më konë mi kom post dhe lëndime shumë të rana, që nashta më kanë, normal që ma kanë dëmtu pak karierën, po nashta edhe dashnia e futbollit edhe ato që kam gjithë pe fëminis, më ka shty më këthy apet fuqishëm, e për një vetën mirë, për një vetën hala shumë tri, shumë fuqishëm, besoj që mu i me shku dhe ka gjado vite, po kryesorja është që si të shëndeti edhe që kja farë dashnia, për shembull që këmë thonë, unë këmë pos Zoti ma ka qu talentin, po vullneti u konë gjithmonë në maksimum, hala e një njejta, dhe në futbollu më jep shumë senë, më jep shumë emocionem, edhe nashta e kam punë, ama nuk është si punë, është si diçka që është pasion i madh për mua. Full pasion. Valon ndër vite prej që shuajmë futboll, themi që 20 vite, ka qenë gjithmonë një farë tabuje për futbollistat 16-17 vjeç që janë shumë të ri, edhe ndoshta për këta që janë 33, 4, 5 shumë të vjetër. Kena pas shumë legjenda që kalon karrierën në 34 vjet si Zidani, dhe kena pas lojtarë të ri që nuk kanë vëllë, ndoshta themi deri te mosha 20 vjet. Kjo pak ka ndru. Është një fjalë që thonë if you're good enough, you're old enough. Kena lojtarë shumë të ri që janë të fortë, kena lojtarë ndër 38 vjet që janë në formë. A mendon ti që kjo është relevante që ndron? Nuk s'ka lidhje moshë përderisa je i fortë në fushë. Unë besoj shumë në këtë sens, domethënë që shtate if you're good enough, you're old enough, 100%. Se edhe ama u konë ma vështirë ma përpara. Kjo sen ka ndryshu. Unë di vetë kur jum bë hapat e para, unë shumë herët jum konë profi në bë profesionist me 16 vjet, ama kum edhe kum debutu edhe kum jum konë startu si 17 vjeçar direkt, ama shumë rol ka pas edhe Norvegjia, atë kohë na konë 2-3 në për ekipe edhe shumica për neve ka mujtë me bë hapin me dal jashtë, na që na konë, ama tash sidomos për rinin është kulmi, një farë mënyrë unë është edhe vetë, sidomos mas pandemisë, shumica edhe ekipe u kanë ndru edhe gjendja financiare, edhe u duft mi promovu rinin, edhe tash të futbolli është edhe një farë biznesi, se një farë mënyrë lejtar të ri, si kanë përpërsuset mira në për liga pak ma tullë, tash shiten shumë shpejt, se potenciali shuhet. Ma përpara u konë një farë mënyrë, ja mu konë lejtar që mund është mu konë kyç, edhe pse ki pas talent, ti s'ki lu veç për shkak talenti, ja je kon ai që e ka po treneri, ti mundesh me bë diçka për ekipën, ja s'ki lu, s'ka lu ato rol talenti, ka lu rol kvaliteti edhe produktiviteti na shtan. E tash është më shumë potenciali talentit. Sidomos nëse je konë një shtet huj dhe s'ke qenë vendas, mendoj që konë dy fish më vështirë. Jo veç për ty, 100%. si në Norvegji, po futbollistë të tjerë themi afrikan, aziatik, ku do të kanë luajtur në shtet huj, do është 100%. Themi dy fish më më shumë. Edhe unë e kom ndje këtë sen shumë, e kom ndje, sidomos kur më kon më i ri, e ndjen më shumë se kur bën emën është pak më, njerëz vlerësojnë pak më shumë. Derisa të bën emën është pak e ndjen që je i huj. Thjesht edhe kom ndje gjithë kur më kon pak më i vogël që
doft gjithë qyteti dy fisht më konë më i mirë, gjithmonë doft më shty për më dash njerëz, as kanë dash, po mas e ki lu shumë mirë, të kanë marrë me vete, apo kupton si i ki kry punë në një mënyrë. E tani kur kom bë emën më shumë më konë hera por kur i kom pas një 14 vjet, kur im përzgjedh për lejtorëve mosh, domethënë mosh teme, prej 25 lejtorë më të mirë në Norvegji, për më shku në kamp të ky trajneri tashti Milot Rashicës, Ole Gunnar Solskjaer, e ka pas kamp. E pe atuit kom vazhdu kom shku në prova në Chelsea, në Manchester City, në Aston Villa sa në vene. Nalëm çtu pak, çtu nalëm pak. A zona pak eksperiencën në Angli, prova Chelsea, klubi jam i zemrës, City, një klub elitar tashmë, edhe tjera. Aston Villa. Qytetëria i kom vizitu kur im kon, domethënë moshën 15 vjeçare. Jo 14 vjeçare edhe 15 vjeçare. Bashkë edhe me vllahun e kom pas faktikisht një kënaqësi, e kom marrë me veti domethënë si im kon Chelsea, im kon 3 herë. Më provue. Se si nashta ku më di se ako mush synin, ama më të kalltu drejtën herë e vërtetë kom nashta edhe kom rritu një kontratë se edhe lejtort e tyne që ishin ato në një farë mënyrë. E ki bë edhe namën në një farë mënyrë, po ato s'm kanë afru kur gjë. Në Manchester City më kanë ofru kontratë, në Aston Villa më kanë ofru kontratë, po nuk u kanë kontratë çysh e kom marrë ose çysh e kom dashur unë për shkak unë e kom dashur gjithmonë ku ti më shku kom pas qef me marr vllahun. Se edhe vllahun e kam pas shumë talent. Në atë ku nashta su konsione, po gjithmonë kom pas qef me marr me veti se kom diçysh kur jemi me një vllaj e rrit me to, na ja kena nis hapat e para me to. Edhe babi gjithë kur s'ka pas qef më nda edhe unë s'u kom pas atë qef, kur si kena marrë ofertën për dytë, kom vazhdu në Norvegji. E tani im promovu në ligën e parë Norvegji, ato e kom marrë tani me veti vllahun edhe ai i ka bë hapat e veta. Valon ke lujt në Serie A, ke lujt në Bundesliga, ke lujt në League One, je kon futbollist më i mirë në Austri, në Salzburg 2018. Ke qenë përvoja edhe tjera në Australi, po du me ditë ku je ndi më i përmbushur, ku je ndi, mos themi ndoshta më në formë sepse e dim pjesën e lëndimeve, po ku je ndi ti që ndoshta nëse ishe qenë në formën optimale, kishe qëndru ndoshta shumë gjatë. Tash i klubi më i madh që më konë normalisht Lazio. E ato besoj të kisha pas domethënë shëndetin edhe fizikin që kom pas në çat vitin para se më shku te ta. 100% isha konë edhe startues edhe kisha lu shumë lojë se kom pa edhe vet në fillim kur startova me ushtru me ta që e kam atë nivelin e duhur, po dashti Zoti ndryshëm ka sprovu çat vet në ekstrem. Gjithkosh i kalon da periudhë pak trona, unë çaj vetë kom për mu 2019, domethënë 2018-2019, u kon çat sene që më kanë dhënë nuk e beson, adin kum fol edhe në për tjera vena, ama jam sprovu çat që edhe kanë puna që adin nashta s'mos me lu futboll më, u vëdon. Edhe po që më thon Zoti, besimi jam edhe normal dashnia edhe aja kur mos më dorëzu me xhajt, se thojnë për shembull edhe unë jam besoj shumë në Zot edhe jam shumë i bindur që gjithmonë ka një që më thon një a cure, që më thon shqip. Diçka të saktë që ndodh diçka apo? Jo, për shembull në vend dikush për shembull që mundet më të shëru. A u thon? Amo dush me mos më dorëzu edhe me lyp. Se për shembull im kon çat kohë shumë vene, e s'm kanë bë hajr, im kon Barcelonë, im kon Gjermani, im kon Itali, shumë vene të shumë doktora, edhe s'kan mujt më gjojt thelbin e problemit, po. Ama domethënë unë s'mojsha me parashiku veten me lon futboll, mos me jetu me futboll. Edhe më ka rasti më shku në Gjermani, ma kanë gjojt thelbin e problemit, po shërimin jo, operacionin po, ama rastësisht im kon të e prit një operacioni edhe im kon Salzburg në qatë kohë veç për me poshu. Edhe dikush mi ka sigjuru një 2 persona, edhe kjo më taku me ta, që tash që një 7 vjetë punoj me ta, ata më kanë këthu në fush, pa ta si shak sot. Po shihet që jenë formë tash. Si shak këto pa ta, edhe ata i vlerësojnë në ekstrem, janë dy austriak, njëri është fizion, njëri është trener atletik, më kanë këthy edhe tash ti për çata edhe kam qef me shiju çdo moment, që ta ti në 32 vjet jam, po e një vetën që muj hala shumë edhe që ata du mu knosh se kam futbollin, se nashta kur e lodh tham pse lash çast herët ose diçka. Megjithatë, Valon Lazio kuptohet ke pjesa më e vështirë, po prap në vitin gjys 2 i ke fituar 2 trofe. Po. Edhe okay, ndoshta s'ke lut mas shumë ti, po prap është sukses, është trofe, është diçka që ka mbet në histori. Kështu që besoj që s'ki shumë temi pishmone pjesën sepse unë ka qenë ngritja e Lazios në atë kohë, tu ngrit. Kesh të thonë që nashta unë s'kum lu shumë, po jam kon ai zdiq më thon ai lezeti ekipit se kena marrë ai trofe. Po, bash atë. Se më ka ro shumë vene me fitu trofe, edhe nashta edhe në Salzburg kum fitu i kum pas 9 trofeja me ligë, me kup, në Australi kur shkova fitum ligën, me Lazio gjithashtu, edhe në Francë kum pas performanca të mira, po ekipi
ekipi u kon ka nejt në qatë nivel që edhe jem hi edhe jem po, fix. Kështu që në Bundesliga u kon për mu një hap shumë i më rëndësishëm se u kon bash hapi duhem për mu rikthy. Jem kon të kthy pelendime, por nuk luajsha shumë rregullisht. Edhe ke pandemia. Fix, edhe u duf me shku dikun që kisha non-stop ritëm, por mu kthy fuqishëm edhe në fushë edhe më po njerëz normal se pa të po njerëz ti s'mundesh edhe me bë lëvizje tani të moja. Tani çashtu u tani opsioni me Francën edhe Stade de Reims. Valon tash pedim që ke luajtur në 3 ligat prej top 5 shumë të ndaja. Po duhet të pyet a ka shpresje me të pa edhe në Angli, masi pas ke pas një përvojë 15 më herët prova, diku Premier League, Championship, dikush ndoshta që ka në Premier League. Shumë sene kom provu me futboll, ama u kon një farsënim jam kështu pitëminis se Norvegjia si popull, si shtet shumë e kanë kthyer Premier League. Një rrit me Premier League. Ama për shembull për mua që thon APCP kon ekipa Barcelona që e kum dashuruar, Ronaldinho kon lojtari jam e diçish, ama Premier League u kon instancë që kum thon ok, liga më e mirë në botë, kisha pas çef me lua atje, po normal tash ti mundon me thon 32 vjet, ama unë jam çasi tipi që tham besoj që nashta nesër e kam projmin, a kupton, mas nesër, mas një vit, jam çasi tipi që punoj sa të kam shëndetin, sa të jam mirë, sa të një vetën mirë, edhe nuk i dihet për fatin, nuk më thon futbolli është edhe fat. Edhe këta e kum patë shumë lojtar, se që folet ti ka pas lojtar 16-17 vjet që kanë shumë talent nashta se unë, po s'kam rri me bë diçka për shembull. U ka pas lojtar që s'in kanë shumë, i kanë punëtor në ekstrem edhe kanë rri shumë më shumë që e ki parashiku. Zdi, unë hala besimin e kam të vetvetja, tash ti taksirëm që më del. Shumë, unë shpresoj shumë. Valon para se më dalë të pjesa e Kosovës, e kombëtarës Kosovës, sepse jena këtu, po duhet të pyet konkretisht për 2 futbollista që ki pas fatin e nje, edhe që ki pas përvojë me ta, Erling Haaland dhe Sadio Mane. Na fol diçka për ndoshta pjesën më të bukur, kujtimin më të mirë me ta na përvojë diçka të shkurt që është diçka interesante. Me Erling Haaland s'm ka rrosh shumë në fushë, veç ai ka çata më po fix, mas jam shku, domethënë unë jam shku në Lazio ai u ardh, po kom pas kohën e rehabilitimit e kom pas në Salzburg, edhe pa të pyet me bashkëjetu me to, dhe kena najt një 2-3 javë kena bashkëjetu bashkë, edhe kena, domethënë çdo ditë kena folë edhe më ka rrë rosti me kqyr edhe pak qysha si lejtar, po edhe si njeri, se na jena njoftu si njerëz, jena bë tamam shok unë qatë kohë. Edhe ai ka pas një sfidë të madhe vit, domethënë gjysmëvjetorin e parë, s'ka lu hiç atë shumë, nashta që e ka prit, po ka pas shumë lojtar të mirë në qatë kohë, Sulmus, Paratina, edhe normal që ata thash edhe pak fati. Unë qatë kohën që kum najt me to, kum po që është një lojtar që është tepër i dedikum. Wow, shumë strikt. A din unë më kon që strikt, ama ajo ka tjetër nivel, edhe kum ditë që ka me normal edhe ka trupin, ka fizikën, ka senat, po edhe rrin vetë gati shumë, po nashta që ai ka viju kom pak dikon me pas nga të veti, po me një vetën pak rahat, se e ka kalu një gjysmëvjetori që tashnë jo me qatë shumë performanca, është pak vështirë me lu një ekip ku ka shumë talenta, kjo është talent, po ka shumë që shkojnë në Salzburg. S'ka mujt me dëpërtu në fillim, nashta ja kum jep atë rahatin si shok, i kum jep këshilla pe vetë që i kum kalu ato në atë klubin, edhe jerë mundësia për shkak edhe tjerëve lojtarëve, dikush që nashta ka pas më konë kyç lojtar, ka pas lëndim, edhe një farë mënyrë kur t'jadë rasti e ka marrë dhe më kur s'ka kqyrë për mas. A ki kontakte me ton kuptimin ai Kosovën e njerë, sepse keni lyt bashkë, po përmenoj që shëshaj Kosovën? Qëshaj Kosovën? Më t'kallëzu drejt kur kena lu mas, domethënë kur kena lu misorën kundër tyne, direkt mas lojes, ai vetë e ka bosh që punë, ai më donë mu si shok, po ai edhe na njeve si, domethënë si shtet, din për lejtarët tonë që kem lejtarët mirë. Unë e kam rregullisht një farë shoqënie të mirë me to, edhe normal që e përgëzoj për karrierën, ama dalëm tani edhe tek Sadio Mane, ato më ka rënë fushë tamam. U orë si një juvel nashta su kon qash, ka pas talent shumë, po, ka pas shumë talent, po su kon produkt i përmbushun. E unë Salzburg u bo. Vitin e parë ka kalu pak me, jo kështu të fantazi, ama dytin vetë. I ka shkatru këtë ligën. Atë rësprit i shkaj në Angli me njerët. Këtë ligën, ato vish kur lutëm kundër Bajenit, para se janisi liga, u kom shtu loja në pre-season, 3-0 i kena mujt Bajenin, në atë ku kalu edhe Gjerdoni ato, edhe u konë, po. E në qatë lojë, fenomenal ki din. E që ato kete kanë po që sa është potenciali, që ato normal kete kanë qelësynin për to, tani edhe karrierën që ka bo. Karrierën që ka bo, për pas me Liverpool shumë njerëz harrojnë që ka rekordin për hat-trickin më të shpejt, 2 minuta, 30 sekonda diçka. U konë edhe për me hinë Ballon d'Or. Yes, 2018-19. U konë top 3 në qatë më duke. I 4-tin 2019, po. Edhe merë me men, Zidane ka pos lejtor kyç, po Zidane la e ka pos kyç ato me marë. Domethënë çaq lejtor i fortë u konë. Tashti për çka lejtar të zgjidhin, domethënë transferet që i kanë bëja tjetër sana, ose kjo halo kish mund më konë në top ligat më të mëdha në Evropë dhe më konë lejtar kyç në çdo ekip. Po. Valon po kthehem te këtu ku jena.
te Fadil Vokri, që është për mu fusha më e mirë. Ndjenja Është më e emocioni më mirë. i madh. Ne kena pas një vit goxha të mirë, po mendoj kjo pjesa që nga pelojmë shtatorin ndeshjen e parë me Romanin, po tash prej atje tutje po vret një rritje i ekipit, një stabilitet, Shumë. një përkushtim më i madh. Shumë. Dy ndeshje me Islandë fitore, na pret Zvicra, Slovenia, Suedia. E thash me lës se di që është për mdoko që s'jan më kushton. S'jan kushton kun. A menon që jena në atë nivelin që me bo hapin final që është me kap një botror? Kam shumë besim të na si ekip, edhe të lejtarët tonë me cilësitë që i kemë. Që s'kum thonë edhe në shumë hera tjere është një grup që është diqysh i qelt. E ki mundësin nashta ketë mi fitu, po edhe ketë mi hup. Që është diqysh 50-50. Ketë mbarët edhe normal loja e parë mu nisë mirë, se jep një frymëzim mrena ekipit, jep shumë ma shumë besim edhe mbështetja bot tani në dy fisht më e madhe për ish. Ketë si fazbe, po edhe shqiptarëve ku do që na përcjellin, e na mbështetin, po edhe për neve si grup me po që jena që me thonë që është ati pe që asaj loje s'kena pas ma humbja, edhe kena lu fenomenal. Rritje graduale. Edhe si ekip për shumë çdo sen për funksionon, lejtarët për kombinohen mirë me një tjetrin, ekipa ka ra tamam që duhet, po edhe lejtarët që po hin loj, po japin frymëzim të mirë. Është një farë balancë e mirë për lejtarëve 3-3, tani e kini bazë të mirë dikun 25-26 vjeçar, tani na që jena një kohë pak ma gjatë. Edhe po funksionon, po normal ato është puna e trenerit, stafit tina, po dhe lejtarët, po përkushtu në ekstrem, se nashta edhe na pendina, unë e di vetë që 2-3 vjetë e fundit i ki me komptarën, maksimum që ta është për shembull, edhe me mujt me bo qatë sen që diqysh ka me met historik, po edhe se lejtari e kom për fillimet me mujt me bo atë sen, diqysh nuk hatë për smirti, edhe e përgëzën një shtet që e dënë futbolin shumë, gjithmonë edhe ato të mirat një kanë me neve, edhe ato vujtet që i kena pas na si lejtari kanë vujt me neve, na është edhe ma shumë, ka din në është shti, se unë gjithë tham, kush ka qef ma shumë se na me fitu që lujna vetë, po normal edhe këta që na përcjellin, dikush e ndjenë dy fish, se u rritën atë kohën që Kosova s'ka pas, kanë kemë qef me normal me ditë këtë bota për Kosovën, po edhe na e kena qatë cilë, kështu që inshallah e më rrim qatë sen, unë e ndjej që po e di që kam u kom vështira, ama e kam një ndjenë të mirë. Është realizueshme. Po. Presim shumë. Inshallah. Alon, dojna me dalë një pjesë shumë interesante që është ma e kërkueshmja prej shikuesve tanë, është me ndërtu futbollistin ideal. Më thonë, ti që shishe futbollistat këtë botë, jo do mos do bashkëqytetar, por futbollist ideal që pas teje, fillimisht këmba e djathtë që e zgjidh ti. Këmba e djathtë. Për çka ke po? Këmbën e djathtë kisha thonë Ronaldo. Cristiano. Po. Këmba e majt. Messi. Okej, e dim ku jam. Shpejtësi. Qof me top, qof pa top. Shpejtësi. Zdi, ka shumë lejtor shpejt, ama Ronaldo në kohën e tij ai fenomeni. Prita që po thullë Manes, e të karo me pa. Ja, fenomeni. Fenomeni, okej. Fuqi me top ose në duel. Fuqi kam pas shumë, ama për shkakun që tash për momentin Van Dijk. Van Dijk, po. Fuqi. Duele në ajër ose me kokë? Duele. Nashta Haaland, masi edhe si shok. E vërtet. Football IQ, domethënë dikush që është shumë i mëshëm në fushë, inteligjencë, maestro që ka duhet ta qenë. A din për mua kanë maestro diqysh i ka pas tana, që më thonë, i ka pas gollin, i ka pas asistimin, i ka pas trunin, i ka pas çdo sen u kanë Ronaldinho. Atë unë ai më ka shtimu dashuru në futboll. Po. Ai ka për mua maestro, tamam kështu. Revolucionar pra atë kohë, thona. Edhe fundit është leadership karakter që tregon në fushë. Maldini. Po. Pajtohen plotësisht edhe këtu. Dojna më shku me një sfidë të futbollistave aktual që janë kokë me kokë rival. Po. Pastaj shkojna me legjenda që ndoshta edhe i ki pa po edhe i keni. Shkojmë me Jaranin tën. Haaland Mbappe. Ja, Haaland. Vinicius Rafinha. Me këshyrë për momentin, Rafinha është të skelqy, ama Vinicius është paratina. Po. Salah Hazard, debati më që në Angli. Por mu Hazard do kanë, po. Ska jep qaq golla sa kjo po. Ama që ka borë në qatë kohë në Chelsea, zote në rojtë huku. Rodri Busquets. Kjo pozita që thonë trajnerat nuk shihet, po që... Kjo është maj më nënsishme gati në fushë se lidhë çdo sen. Ama me këshyrë, do më thonë kohën më të mirë në Barcelonës, kjo kohën një farë, aja, beskesi. Ata s'ka pas mundësi për top chart, tash po marrin topin e artë. U kanë wow, po fiks, po. Kane Lewandowski. Rudiger Van Dijk. Steve Allojnë. Rripa. Që për shkakun
por kur don me fitu diçka shumë të artë kisha marrë Rüdiger, a kupton Shumë sa. përgjithë shërje. Po, e jam zemra Elshon. Edhe Bastoni Saliba, dytë në gjysmë finale, dytë në aktual. Edhe dytë janë si matrit, mirë. Amo, po, unë besoj që ardhmja e mbrojtës është Saliba. Saliba. Po, e kam ndjenjën për to. Është lojtar shumë i mirë. Po. Shkojna me disa legjenda që Valoni nëse nuk i ka pa gjithë, patjetër ka një për ta krejt, kështu që shkojmë me pyetja e parë që është për legjendave më të parë të futbollit, Pele Maradona. Por se unë e përcjellë shumë futbollin, kam qef me këqyr dokumentare edhe me përjetu sene, me mësu sene për lejtarë që në konë. Ama për besoj me Maradona, se u konë shumë vene edhe është legjend, kalon diçka në ekstrem, gotin krejt klubet që u konë. Zidane Ronaldinho. Ronaldinho është Ronaldinho. Qëre Zidane. Po besoj për spektaklin. Qëre Zidane është lejtar elegant, fenomenal, i ka pas diçka tjetër, ama për mu Ronaldinho është këndëm ma qitë përpara, për mu Ronaldinho. Okej, ta ndonim dhe ajo. Maldini Beckenbauer. Maldini, po, Maldini. Totti Del Piero. Ty dhejqët e skuadrës. Po, jo të mirë, dytë. Ama Totti, po thamë nashta. Po, Totti, po. Lampard Gerrard. Ja, Lampard, se u konë, po, ka bo, nashta, Gerardi u konë shumë më rëndësishëm në ekip të vetë, po Lampard i ka bo u konë shumë efikas. Edhe për suksese. Po. Xavi Pirlo, maestrot e mesfushës. Alloj, Pirlo. Edhe pyetja e fundit, nuk dija ki boni këta këtë përgjigje, Messi Ronaldo? Ma Messi për mu është. Gjithmonë Messi? Qërë Ronaldinho është lejtori jam, edhe unë e adhuroj e dashuroj, ama Messi s'ka me pos nashta kur mund qas si lejtori, nuk e që me thonë nuk mundet mu përshkruaj njëri qa që mi që është, më ka radhë me luku ndër tina, unë Francë, tu e din kur t'i vjen topi, e din senet, i zgjidh çdo problem qysh t'i vjen, Ronaldo e ka pos në konë tina ma të ri, u konë lejtar që ka bo shumë sene, tani u bo ma shumë veç golla e sene vene, a Messi ka pos gjithë krejt, e ka pos pasën, e ka pos gollat, i ka pos krejt. Po rrina qëtu, po rrina të Messi, po du me ma ndërtu një top 5 futbolistave ma të mirë në histori si pas teje, me fillu nga 5 deri te 1. Qoftë që ki pa, qoftë dhe që i vlerëson. Okej, do më thonë... Nga 5 te 1. Okej. Po mas i thash... Messi Ronaldinho i pas këti ko. Po edhe i kam këtë naltë, ama 5, prej 5, mja nisë, do më thonë pej legjenda o e krejt. Po. 5. O, Allah, shtirë bre. A mja nisë, ko shumë ka pelqy mu, a din zonë do me folë për vetë vetë, ndashtë me thonë 5 po thojna Maradona, po thojna Maradona 5. 4. 4, që tu jam pak në dilemë. Ka dhu drejt. Amo... Po tham... Po tham Ronaldo R9. Po ja bën Ivan. Ronaldo R9. Jo, Cristiano Ronaldo. Cristiano i 4. I 3-ti? R9. Okej, e prita. Po, para tash, tina. Dyshi nishi. Dyshi nishi. Pe dim kush jam, po cilë i pari. Unë e thash për mu, është Ronaldinho aj që u kon ka paki për mu, si do më thonë aj më ka shtimu mu dashë mu futbol, u kon idoli jam, amo për legjenda i futbol kam jetë ton jetën dhe Ronaldinho vetë ka thonë, mërë me men e ka taku Kobe Bryant i ka thonë hajde ta kallëzini lejtarë, mërë me men, Kobe Bryant vetë e ka taku, so në këqyri edhe basketbol i këqyri shumë ikona që kanë mrejt diqka për me marrë diqka për tyne. Do më thonë, kur Ronaldinho vetë e ka di që ka mu bo ma i mirë në botë, s'ka lejtarë më të mirë se aj, do më thonë kallëzën që Messi meriton më koni i pari e Ronaldinho është për mu i dyte. Okej, Kobe Bryant do këtë ka thonë, Ronaldinho, Kobe Bryant, hajde ta shoh futbollist më të botë, ka thonë, po ti je, tani jo, hajde më ne. Fiksisht është, Okej. Valon edhe disa pyetje për fund, kundërshtarët më i vështirë në fush. Qoftë që ki pas duel një me një, qoftë për gjatë ndeshjes që ka qenë më i vështirë më ballafaqu me to. Tash që si mes fushor më ka ra kundër Modric me Lu. Modric, po. U kon që atëherë në moje, diqysh. U kon ai Modric, tash ti ka bo do vjetë, amo edhe hala. 2016, po. Amo... Na ka ra 2 herë kundër Kroacisë, për që ata edhe ma uon. Kështu që Modric kisha thonë ashtë lejtari më i vështirë. E bashkëlojtari më i mirë, këtu po du në klub edhe në kombëtar? Njerë në klub. Normal në Lazio ka pas lejtar me shumë emna.
Amo unë kom lu me shumë lojtarë që nashta krejt janë më të mirë se ai kështu me emna e sene vene, po për mu që u konë maj miri që ka bo sene që ka nimu ekipin në ekstrem, edhe u konë vetë gëllëshinus maj fort në herën në Austri në atë ku, u konë Jonathan Soriano. Soriano, po, që pa shku tani në... Ai edhe mu më pa të bo dy fish të valoni që jam, më ka mësu shumë sene, e kom luj qatë futbolin që e lyp ai, si teq kam qef me qarkullu me ta, po gjithmonë e kom posi shtyll, vish ja kom gju, ku me dit ku ja kom gju, ai ka dit mu ta këthy tamon ku dohet, peshën adin e hezin e topit, ta kanol tamon që shdohet që ti me pos shumë ma let, topin ta ka shti në momentin e dur, ama dhe vetë u konë prezencë për 16 gjithë herë që u sila u ka pas goda, për vit ka jep për mi 30 goda në veta, edhe në kalëzën shumë për to edhe, kur kina lu internacional ka jep goda fenomenale, nashta edhe ju kujtojt këndra Ajaxit për Mesit, u këthy bum, e ka jep goda, mu më ka jep që lejtor shumë në karierë të mu, më ka mësu shumë sene dhe unë kom lu në ekstrem mirë bashkë me ta. Te Kosova, pa hatërmbetje, s'ka lidhje. Jo, normal. Je që 9 vite, pa shqitare më e mirë, që të shkon loja mas mirë me to, nërta së është më e mirë jaj, po ty të shkon me to më mirë. Alla, këto është tije se një me, adin, pasha, jo që na i sen, po kem shumë lejtor me cilësi. Karanja 2-3 generata që Më ka ro krejt mi për cilë, për se potencialun e kom di që e do një kam me bo qëta që është e bo qëta është. E kom di të si i ri, pa ta thonë gjithë vish, ty vish këto, adin truni për shamo, do të më ta leju më konë nashta edhe vetë vetja, se dikon njeri s'monet më konë aje duni që është, tash ti po më do këtë trenerin Lil Pjaja, pa të mundësin më konë e dënë, adin lujën tonë, se është një tip që s'ka nashta qef me pos shumë presion, që shëshohën a, vutan. Thonë Zhegrova përgjigja. Zhegrova është aj ylli që tamë për shamu e ka talentin që kina po krej që mundet më konë lejtar, adin, wow! Ku e shën të ardhmen? Inshallah e shën e për super ekipit unë futbol, adin në Evropë. Italia, Angli? Jo, në Itali s'besoj, s'është ta si... Ose po, mon është 100% një lejtor që ato është loja pak me ka dalshme, atina i konvenan, adin i vjen gjithmonë një me një dhe gjithmonë mundet me bosh shërë shumë të madhe, amo si dënë me lu ky për shkak edhe në Spanë kish bo se e luin atë farë futbolin që i pëlqen, po me shku në Angli i di që kish pas shumë ma vështirë, shumë ma vështirë, se luhet loja shumë e reptë, nuk ish pas ko adin nashta me pranu topin e mi bo këto të sene që ka qef, po nashta për me sfidu vetën kisha pas qef me patë. Aj ka, po. Shku s'dashun, kjo ke intervista me Valen Berishin, intervista ma e mirë për muna e herë, du me falenderu prapë nga zemra Valen. Falenderat, falenderit shumë. Ke qenë tore që ki po qatë gollën në parë që të tash, po shpresojmë që ki me bo gollën që kamera që unë kam në bëtore. Inshallah, që kjo është cilë, falenderit. Grazie.